Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, I jemi mirënjohës Zotit të Madhreshëm, I cili e ka krijuar dhe e ka nderuar njeriun duke e pajisur me mendje dhe dije dhe duke zbukuruar me cilësi dhe virtyte më të mira të mundshme të cilat I takojnë qenies njeri. Është detyrë e secilit njeri në këtë dunja, por edhe shoqërisë në përgjithësi, që në jetën e kësaj bote të pajiset me virtyte të mira njerëzore dhe të distancohet prej çdo vepre të keqe të shumtuar e cila mund ta dëmton reputacionin e njeriu. Të nderuar vëllezër, me virtyte njerëzore, me cilësi të mira, njeriu e dëshmon se është qenie e mirë dhe njëkohësisht bëhet e barabartë edhe me botën e melajkeve. Ndërsa me sjellje të këqija, me vepra të shumtuara, njeriu e ul reputacionin e vet dhe ulet më poshtë se sa djalli I mallkuar shejtani I cili ka mision të keqën në jetën e kësaj bote. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër, duke pas parasysh faktin se feja I kushton shumë rëndësi të madhe vlerave njerëzore, dhe se qëllimi I fesë dhe I librit të Allahut Kuranit familjar dhe I të dërguarve të Allahut në përgjithësi dhe në fund të pejgamberit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në veçanti, misioni tyre ka qenë që t'i ftojë njerëzit në vlera njerëzore. Dhe në anën tjetër, duke pas parasysh rrethanat në për cilat po kalojmë, degenerimin e skajshëm, dhunën, veprat e shumtuara, sot me lejen e Zotit të Madhreshëm dëshiroj me I thënë 2-3 fjalë hyrëse në lidhje me një temë që do të na merr kohë gjatë e që ka të bëjë me tiparët e shoqërisë ideale. Të nderuar vëllezër, në për libra të ndryshme shpesh herë lexon njeriu një debat të pafundshëm në lidhje me atë se a ka mundësi me ekzistuar në këtë dunja shoqëri ideale apo nuk ka mundësi me ekzistuar. Dhe unë personalisht I takoj mendimit se në jetën e kësaj bote, edhe pse njeriu është gabimtar, megjithatë ka mundësi me pas shoqëri ideale. Sepse njeriu është krijuar për mision pozitiv. Pra unë I takoj mendimit se ka mundësi që shoqëritë në tokë me I përngja edhe shoqërive të melajkeve. Dhe si është e mundur kjo, do të flasim edhe temat në vijim xumave të ardhshme. Pra vëllezër të dashur, nëse mirëmi vesh në dy çështje, ne do ta kuptojmë se është e mundshme që njeriu me jetu dhe mi taku një shoqëri ideale. Cilat janë ato çështje? E para, nëse ne mirëmi vesh çka është e mirë në këtë dunjë dhe çka është e keqe në këtë dunjë. Dhe se kush e ka vendos kriterin e të mirës, edhe kush e ka vendos kriterin e të keqes. Nëse mirëmi vesh në këtë temë, që debati madh filozofik me mia libra, ne shumë lehtë do ta gjejmë rrugën për një shoqëri ideale. Do ta gjejmë rrugën e riparimit të shoqërisë edhe të jetesës këtë dunja me parime që I ka caktuar Zoti I Madhreshëm. Te pyetja parë vëllezër, çka është njerëzore dhe çka nuk është njerëzore? Shumë thjesht. Definicioni. Njerëzore është çdo vepër apo cilësi që e ka porosit Zoti I Madhreshëm në Kur'an me përvetësu njeriu, me vepru njeriu, që kjo është njerëzore. Ndërsa çdo vepër dhe çdo cilësi që ka porosit Zotin Kur'an mu distancu njeriu është antivlerë. Mos u lodhni shumë me dëgju prallazhina për media, të cilët thojnë se kriterin e të mirës e vendos njeri. Kriterin e të mirës edhe të keqës e ka vendos Zoti.
Njeriu veç ka me zgjedh a do mi taku të mirës atë keqës. Por ndryshe s'murësh me pru rregulla të reja në këtë dunja, sepse i ka caktu Zoti i Madhërisëm. Çka nën kupton kjo rregullat i ka përcaktu Zoti dhe jo njeriu? Sepse vëllezër të dashur, përmes së ideje të mbrapsht se rregullat e mira i vendos njeri, ato dojnë me qel një derë të keqës dhe me arsitu veprat e këqija. Për shembull, por me kuptu sepse na dëgjoni edhe mas tjetër. Për shembull, njerëzit bajnë amoralitet. Edhe çka thojnë? Thojnë shoqëria pranon si të mirë. Pra dojnë me qel derën e të keqës. Na i themi kështu, na qemi fetar. O krejt dunjaja mund me bë punë të këqija, po të keqën s'u e ban të mirë. Aja është e keqe shumë dune. Pik. Krejt dunjaja mu që pesh. S'munësh me çbë të mirën. Dhe s'munësh të keqen me shit për të mirë. Prishin balanca në familjen, në moral, në etik, edhe thonë kjo është në rregull për dikant tjetër. Se shoqëria ka vendosur këtë kriter. Jo. Kriteret e të mirë dhe të keq ka vendosur Zoti i Madhërisëm dhe njeriu, nëse do me i taku shoqërisë ideale, ai duhet me pasu të mirën. E nëse do me i taku një shoqëri degeneruese, ai kthehet në krahun e majt dhe i pason veprat e këqija. Pra të dashur vëllezër, të mirë dhe të keqen e ka vendosur Zoti, kriteret të mirë dhe të keqes e ka vendosur Zoti në Kur'an. Prandaj shoqëria e mirë ideale është e cila i përmbahet të mirës që ka caktuar Zoti i Madhërisëm. Dhe ku kemi fjalën këtu dy çështje, sepse shpejt na shkoi tema, dy çështje shumë e rëndësishme. E para vëllezër, kur është dërguar pejgamberi alayhis salam, njerëzit e kanë ditë se nuk përfundon misioni i pejgamberit me Isa alayhis salam. Krejt në për gjitha librat e shejta më herët e kanë ditë. Madje edhe priftërinë të asaj kohe kanë ditë se i fundit i dërguar prej Zotit ka me ardhur Muhamedi. S'mbyllet cikli pejgamberëve pa Muhamedit alayhis salam. Mirë po fillun pasaj me deviju këtë vërtet, e kur erdhë pejgamberi alayhis salam Muhamedi, fillun njerëzit me bë pyetje për çka ka ardhur ky njeri. Pse pat nevojë mu dërgu pejgamberi? Sepse në atë kohë të dashur vëllezër, degenerimi ishte në kulm, njerëzit e humbën vërtetën. E humbën vërtetën për Zotin e Madhërisëm, e pasaj humbën parimet morale në tokë. Dhe Allahu xhallahu ala e dërgoi pejgamberin. Prej pyetjeve që i bëjshin jehudët dhe krishterët dhe ato tjerë në atë kohë, se pse ka pas nevojë me ardh pejgamberi, mu dërgu pejgamberi, ky e dha një përgjigje që ja mësoi Zoti i Madhërisëm. Çka tha pejgamberi? Tha bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Tha unë jam dërgu për t'ja tregu njerëzve parimet njerëzore. Për t'i rikonfirmu edhe janë në tokë parimet njerëzore. Ky është qëllimi jam si pejgamber. Pra pse është dërgu pejgamberi? Mi ka dhënë shoqërive në tokë se nëse do shoqëri ideale, ti dush me pa modele pejgamberëve. Nëse do gjykim të drejtë për çështjet e jetës, dush me u kthy librit Allahut xhallahu ala dhe me u kthy shpjegimeve të pejgamberëve. Të dashur vëllezër, dhe e dha një shembull pejgamberi shumë interesant. Tha o ju njerëz, tha shembulli jem edhe shembulli pejgamberëve para meje, tha on sikur se shembulli një njeriu i cili ka marrë një shtëpi të bukur. Mirë po, me një vend thot e kalon një tull ose një vend thot të papërfunduar. Edhe kur vin njerëzit hyjnë në shtëpi, të parën pyetje që e bajnë thojnë, po pse e kalon çat vrim? Pse se ka zbukuruar dhe çat kant? E tha çaj zbukurimi, çaj tulla, çaj tjegulla që mbulon çat vakum, tha jam unë. Edhe pa mu nuk plotësohet morali në tokë. Pa mësimet e Allahut në Kur'an dhe pa mësimet e pejgamberit sa nuk ka moral të kompletuar në tokë. Të tjerët le të bëjnë çka dush, le të krijojnë çfarëdo rregulla që dojnë, le ta pasojnë ka të dojnë këtë dunjë, por neve muslimanëve rregullat e etikës të shoqërisë të njerëzillakut
i ka vendos libri Allahu xhalla wa ala dhe i ka shpjeguar pejgamberi, dhe ne jemi besnik të këtij libri, besimtar të këtij libri dhe pasues të rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe vëllezërit e dashur, për shkak edhe të kohës, si hyrje për këtë temë, është interesant debati i parë mes një muslimani edhe krishterëve të asaj kohe ka ndodhur në Etiopi. Kur mushrikët në Mekë dhanë urdhër që ku të zihen musliman të mbytën, të mos bëhen tregtime ta, të mos martohen e kështu me radhë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dha urdhër sahabëve dhe tha kush mundet me shku emigrant me nshu Mekën, tha le të shkon në Etiopinë e sotshme. Habesha i ka thonë atko. Tha pse në Etiopi? Sepse mreti i Etiopisë asaj kohe ka qenë me besim krishter. Po ka qenë i drejtë. Edhe ai e ka ditë se një ditë ka më dërgu pejgamberi. Po bota s'ishte sikur sot me marr lajmin shpejt. Edhe që interesant është. Pejgamberi sa me zgjedh njënin prej të meçurmeve të Mekës. Jafer bin Abi Talib e ka pasur mënaj. Edhe çoni delegacion në Etiopi. Kur marrin vesh mushrikët se delegacioni i parë ka shkuar në Etiopi, ata i çojnë letër mbretit, thonë ktheni se ata janë kriminal. Ata mysin njerëz, ata i kanë lënë familjet, ata bojnë kështu, ata bojnë ashtu, një listë me 50 akuza. Në realitet të ishin njerëz më të mirë. Dhe kështu është momenti ku merr kthehes historia. Mretja së kohë i thirr në pallat. Edhe në pallat e thirr njënin për prithrinëve të asaj kohe. Dhe thot na kanë ardhur musafir për Mekës, dhe ka një raport për ta se janë kriminal, po thirrin me një fe, peshojnë Isajin, peshojnë Musajin, ku e di çka pralla të propagandës. Edhe tash po vjen momenti që Zoti i Madhërisht njëherë për gjithmonë me fuqizuar të vërtetën. Në pallat të dashur vëllezër, mreti thot kush jeni ju? To i tregojnë, thot ne jemi me origjinë pej Mekës. Me origjinë arab. Thot po pse keni ardhur këtu? Thot keni ardhur për shkak të zullumit që po e bajnë populli jon atje. Paria Mekës. Thot po na bajnë zullum. Thot po pse ju bajnë zullum? Thot sepse e kena besuar në pejgamber. Thot çfarë pejgamberi keni besuar? Thot e kena besuar në pejgamber me emrin Muhammed. Edhe tash prifti asaj kohe për me rujt autoritetin te mreti vet, i thot s'ka, thot Muhammed, s'ka pejgamber mas Isait. Mreti thot s'është e vërtetë. Ana keni mësuar thot ju me Injil se mas Isait ka marrë një pejgamber Muhammed? Ana keni thonë vetë ju. Thot po pas ka koha me dëgju kushon kjo fe. Historie gjatë vëllezër, shkurt. I thot mreti kështu. Thot feja juve. Çka thot për Isajin edhe nanën e Isait? Ky i thot, am lejon të lexoj diçka pi Kurani Kerimit? Am lejon të argumentoj kush është Isai? Thot po, lexon në surën Maryam. Allahu thot dhe lexoje thot historinë e Isait, i cili ka lindë për një nanë të ndershme, edhe shpjegon historinë e gjatë. Pastaj mreti i bën përshtypje kjo fjalë. Thot vazhdo diçka tjetër, thot cilat janë parimet e kësaj feje. Thot çfarë parime ka kjo feje? Kush është ky Muhammed? Kush është ky libër Kur'an që flet për juve? Çfarë parime ka? Dhe ky thot o i nderu. Thot ky libër na thirr edhe ky pejgamber na thirr me besu Zotin një. Dhe me besu se pejgambert asnjëri prej tyre s'ka qenë biri i Zotit, por janë të dërguar të Zotit. Na ka porositur të mos sill mirë me prind. Na ka porositur me thonë të vërtetën. Na ka porositur me hek dorë për vrasjeve. Na ka porositur me hek dorë për tregtisë mashtruane. Dhe i një dikun një 20-30 nene që kanë ardhur në Kur'an. Thot për çet arsye, për çet mirë që na ka mësuar Kurani Kerimi,
populli jonë s'pedo këtë mirë. Dhe cili është i vendimi dashur? Dhe mbreti merr vendim dhe thot, këta janë musafir të mi dhe këta kanë me përhap vërtetën këtu. Dhe kur ka vdek që ky mbret të dashur vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka fal namazin e xhenazës prej Mekës në Etiopi. Ai ka vdek në Etiopi atje. Dhe fjalën e fundit që ka thonë për cilënia fjalë të Muhamedit. Unë e besova si pejgamber, edhe pse s'po takohemi se distancë e lartë. Dhe dëshmoj se i dërguari i Allahut dhe se Kurani libri i vërtetë. Dhe kur ka vdek në Etiopi, i ka ardhur Xhibrili ka thënë Muhammed, vdeq sot filani. Kanë ardhur dy shpjegime. Një, thuhet Zoti i Madhërisht, ja ka çel rrugën prej Mekës në Etiopi 2000 kilometra dhe pejgamberi ja ka fal xhenazën tu e pa trupin e tij. Dhe një transmetim tjetër ka ardhur, lejohet mja fal namazin xhenazës nëse ka humbë dhe nuk dihet ku trupi i tij. Kjo është meselë tjetër në fik. Po vëllezër, po e përfundoj te tema ku po dalmi. Këto parimet e mëdha të kësaj feje tonë, nëse zbatohen në jetën e përditshme, shoqëria i takon, shoqëria i përngjan në shoqërisë ideale. Po nëse nuk zbatohet libri i Allahut në jetë, pastaj shoqëritë kanë me gjetë modele të ndryshme, e për modele të ndryshme do të flasmi me lenin Allahut azza wa jalla gjumon tjetër dhe do ta shohmi se ku kemi defektin as shoqëri, sepse vëllezërit e dashur me dhimbje edhe me trishtim edhe me keqardhje do të detyrohena me trajtu tema të ndryshme, sidomos për rastit fundit të vrasjes së policit. Për mua, si hoxh, çdo njeri ka rëndësi të madhe në këtë jetë. Çdo njeri që ka në këtë dunja e ka të drejtën e jetës, ja ka dhënë Zoti i Madhërisht, pavarësisht statutin në shoqëri. Por në çfarë gjendje kemi ardhur ne, edhe s'është rasti i parë kjo, për mas luftës deri sot, sa bi dhe bija tona janë vrarë në tradhti. Dhe mos harroni të dashur vëllezër, sepse por derisa këtë fuqia medjave tona flet për amoralitet, mos mendo me kanë i sigurt nesër në jetë. As shpitane, as pasuritane. Por derisa kjo e keqe sponsorizohet me të madhe, degenerim gjithanej, trishtohesh më ullë në familje për të keqes. Mos mendo që keme gëzu pasurin dhe keme gorat, se të tjerë kanë punu që ta shregullojnë këtë shoqëri, që ti mos jesh i sigurt në familje tane, të mos jesh i sigurt në pasurin tane, të mos jesh i sigurt në detyrën tane. Të tjerë kanë punu shumë dhe arritën qëllimin. Pare madhe degenerimit. Këshërni statistikat mas vendimit që e mur presidenti Trump, sa miliona ishin dhënë në Ballkan për degenerim. Kur i thësh mina njerëzve, dhe thëshin po ju o gjëllar, kapimenit e informacione. More nësë kemi detyrë tjetërve se me lexu o vlloj dashur. Nësë kena artu rasisht. S'kena hyrtu rasisht. Por derisa ti flen, ne jona interesojnë librat. Ama me sme edhe ti ndërhyn dikush tjetër. Prandaj ti se merr me seriozet fjalën tënde. Se do të më ta vërtetu dikush tjetër. Çish është e mundshme më vran njëri? Ku e ke mësu ti se do të më vran njëri? Ata shpjegojnë një hadith shkurtimisht, vllai i dashur, se mbrin kjo fjalë e tij. Na ka mësuar Rasulullah dhe ka thonë: kujdes, mos hajde me gjakt huj në ahiret, se ma nuk dëshmoj për ty. S'ka mëkat më të madh se sa me myt njërin. Mëkati më i madh dënjat është me mohu Zotin. Mas mohimit të Zotit, vallahi s'ka mëkat më të madh se sa vrasja e njerit. Mirë ai kush merr pjesë në vrasje dikuj direkt apo indirekt, ka me dekapitulu fatin e tij në dunjë dhe në ahiret. Sepse njeriu është krijesa Allahu xhalla wala. Ka thënë Rasulullah, mel'unun men hadama, i madhkuar është ai i cili e shkatron këtë qenie që ka kriju Allahu xhalla wala. Ku kemi ardhur vëllezër? A shefni mor çfarë jemi te rritna? A jemi more prindna o vllazni? Çish është e mundshme mor fëmia 12 vjet më të shoh në rrugë, më të kërcënu me thik në rrugë? Çka është kjo? Çish është e mundshme pe 2-3 vetëve në klasë me vujë këtë klasa në përshkolla?
për njerëz e pandërgjetshëm, sa trova, fëmijë. Ku është detyra e prindit? Ku është detyra mësuesit? Ku është detyra shoqërisë? Dhe ku do na me shkuna? Pra vëllezër të dashur, jena në stacionin e fundit. Nëse nuk ngjallemi si shoqëri, do të jemi gjallë në melin Allah Azza wa Jall. Dhe kena me përjetu gjana që kjo komë të gordit e shtetit. Edhe ta të marë model për tjerëve. Komë të gordit e pasuria që e ki, komë të gordit e dia që e ki, edhe detyra që e ki, sepse kime pa gjana të turpshme. Prandaj do të sa ma shpejt të reagojmë, e piknisja është me këthy njerin të Zotit madheshëm. O vëllezër të dashur, një njeri që s'ja ka frikë Allahu Gjelle wa Ala, edhe ai se menon ditën e gjykimit, vallahi s'ka shkollë që edukon ata. Kur s'ka frikë Allahut, pikuna frikësohet ai. E kur ta mëson frikën ndaj Zotit, ai e din për çfarë po bëhet fjalë. As nuk e ham pasurinë e huaj, as se prek nderin e huaj, as se traton emanetin, sepse e din që ka me dal para Rabbul Alaminit. E në xhennet nuk mrin brigje e xhennetit ai i cili e ka thy besën e Zotit në madrishëm. Dhe ne musliman nuk e them besën e Zotit. Ne mund na manipulu tjerë në mëtfes, por jo me dëmtu dhe jo me bëjë gjëra të këqija në mëtfes. As në mëtë popullit. Ne i mjellën farën e fliqt që 200 vjetë kanë punu tjerë në për libra islame me kriju grupe analfabet që thirën në mërt islamit. Vallahi ata i shërbejnë politikave anti-islamin, por në morën qafën e neve. Prandaj nëse do me shpëtu besimin tanë, eja Allah gjoj e dhe në gjamis, konsultov me imamin tanë, sepse në duhet me riparu këtë popull. Por ndryshe, në jemi popull i vogël dhe kodeksi familjari ju një shumë i komplikun, në bëhet gjenem jeta, nëse në nuk reagojnë në shpejt. Se lidhmi familjarisht, një e keqen nga shk, por një orë prishën shumë familjen këtë Kosovën, sepse kodeksi familjari shqiptarë është i tillë. Andaj na duhet punojmë të dashur vëllezër. Duhet të reagojmë. Por ndryshe e keqja veç kam rinë në borë, e aja veç një hapi duhet me arma në shtëpisë. Allah i na ruaj për fitneve të kësaj kohe. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të çuruditë dunjaja, njeriu çohet në saban prag shtëpisë vritet. Vritet në punë, vritet në ara, vritet në xhami. Sikurse në botën arabe të dashur vëllezër. Dhe ata që u vritëshin në botën arabe, mediat e përthojshin po vritën muslimant, një shumicë e të në me kryet në qafë, të infiltru më në islamit. Por me bat tila punë. Dhe po e përfundoj vëllezër të dashur. Unë as nuk kam respekt ndaj atyre që e shpërdorin fenë, as nuk kam shirë. Jam kundra ideologjive të cilat e shpërdorin fenë. Dhe komjara një kena me diskutu gjatë për shumë tema. Dhe unë do t'jam një prej qindra ushtarëve të këti dini që ka me sharu të vërtet dhe ka me mbrojt të vërtetën. Kush do që të më kërcënon dhe kur do që të është kundër meje. Ne nuk abuzojmë me dini. Dhe për neve gjaki këtë njerëz është i shenjtë. Nderi këtë njerëz është i shenjtë. Njerësa krejve për mu është i shenjtë. Sepse kështu më kam su Kurani Kerime dhe kështu më kam su Rasulullah. Ati që kam besu dhe për ati që kam me dalë nesën ti gjëkim. Dhe në zbashku do t'i fitojmë betejat me lena Allahut Azza wa Jall. Tu për përfundoj këtë dert, Zotë në rujë për të këshijavë. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatiha.